Pra bëhet dhe investitorët dhe menaxher apo jo? Jo, atëherë, koncepti është saj, domethënë që ku blehet prona, merret prona 100%, Po. unë madh rrezikun që për shkakun që dështimi që lojtari nuk e shes. Po, nuk e Po, shes. ai e don. Me që do ta lidhësh me real estate-in, se s'të rrihet ty, është kjo që kur e merr nga një pronar një pronë, i thot sa do ti për të pronën? Du x 100.000 euro. Ma lekë se ti garantoj unë është puna ime. Puna ime, kjo është e gjithë gjë. E kuptoj. Kjo është gjëja. Kështu që për të dalë tash te muhabeti që pse nuk kanë investuar këto që ti përmend, ish lojtarë dhe kombëtarët tonë, ndoshta kanë bërë dhe këto të njëjtën kontratë. Edhe dalin tashin neve që themi pse, pasi ky ka marrë miliona, po edhe paragjykojmë. Unë i njoh shumë mirë se kush e ka bërë këtë lloj gjëje. I njoh, po nuk janë persona publike, unë nuk mund t'i flas. Po, janë personale kontrata. Janë personale. Nëse dikush do zgjojë një mëngjes, do thoshte që do hyjë te biznesi i menaxhimit individual.